Përshëndetje të dashur miq, të mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech. Hapësira ku mund të flasim për zhvillimet më të fundit të botës së teknologjisë. Jemi sërish me ju për të folur për rubrikat tona si lajmet e javës, pak histori, të ftuar shumë special personazhe të njohur dhe kuriozitete teknologjike. Pa humbur kohë, le të fillojmë me lajmet e javës. Google dhe pajisjet e reja për shëndetin, Fitbit Air. Google po përqendrohet gjithnjë më shumë tek shëndeti digjital. Me Fitbit Air, kompania synon që të sjellë një pajisje më të lehtë dhe më të avancuar që monitoron gjumin, rrahjet e zemrës, aktivitetin fizik dhe stresin në kohë reale. Ideja është që përdoruesit të kenë një asistent shëndeti më të zgjuar, i lidhur ngushtë me Android dhe me shërbimet e Google. Mozilla përdor inteligjencën artificiale për sigurinë e Firefox. Mozilla ka arritur përdorimin e inteligjencës artificiale për të gjetur dobësi në kod. Në shfletuesin Firefox, sistemet e reja të AI mund të analizojnë miliona rreshta kodi shumë më të shpejt se njerëzit dhe të identifikojnë probleme që mund të shfrytëzohen nga hakerat. Kjo e bën Firefox më të sigurt dhe më të qëndrueshëm. Bashkimi Evropian ka bërë disa lehtësime për rregulloren për inteligjencën artificiale. Pas presionit nga kompani teknologjike që kërkojnë kështu më shumë fleksibilitet dhe inovacion. Qëllimi është që të ruhet balanca me sigurisë të përdoruesve dhe zhvillimit të shpejtë të teknologjisë AI në Europë. Kjo mund të ndikojë në mënyrën se si zhvillohen aplikacionet AI në të ardhmen. HubSpot dhe kërkimi me AI në marketing. HubSpot po integron mjetet e reja që përdorin inteligjencën artificiale për të ndihmuar bizneset të kuptojnë se si shfaqen rezultatet e kërkimit, përfshirë dhe platformat e AI si chatbotet. Kjo do të thotë që kompanitë nuk po optimizojnë vetëm për Google, por edhe për motorët e kërkimit me inteligjencë artificiale. Databricks po zgjeron infrastrukturën e saj për zhvilluesit që krijojnë aplikacione në AI dhe në Data Analytics. Platforma e re lejon analizë më të shpejtë të dhënave të mëdha, ndërtim më të lehtë të modeleve AI dhe integrim në cloud shërbime. Kjo po e bën më të thjeshtë për kompanitë që përdorin AI pa pasur nevojë për sisteme shumë herë më komplekse. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me të ftuar shumë special. Na ndiqni. Sot në Zona Tech kemi të ftuar një grup vajzash nga shkolla nënvjeçare Stavri Themeli, të cilat kanë sjellë një projekt modern dhe frymëzues për sa i përket fushës së teknologjisë. Bëhet fjalë për projektin Qyteti që të shpërblen, një ide inovative që synon që ta zhndrojë Korçën në një qytet më të zgjuar, më ekologjik dhe më aktiv, duke përdorur kështu teknologjinë për të motivuar qytetarët që të kujdesen për mjedisin dhe komunitetin. Në studio do të kemi sot 5 vajza shumë kreative dhe të talentuara nga grupi i ICT Clubs, që kanë ndërtuar platforma kështu si Green Korça, Smart Transport dhe butonin SOS, si edhe mikrobitin Filipi, si dhe lojra dhe harta inteligjente që lidhen kështu me jetën në qytet. Ato kanë treguar në fakt se mosha nuk është pengesë për të sjellë ide të mëdha dhe se teknologjia mund të përdoret për të përmirësuar kështu jetën e përditshme të qytetarëve. Konkretisht në këtë pjesë të parë të intervistës jemi me Angeliki Jorgon dhe Cindy Dhëmbo. Përshëndetje vajza, faleminderit që pranuat ftesën. Fillimisht më tregoni pak si lindi ideja për të krijuar projektin Qyteti që të shpërblen. Ishte një ide që filloi duke u mbledhur me të gjitha grupet e ICT-së dhe me mentoren tonë dhe me mësuesen tonë dhe menduam çfarë mund të bëjmë ne që të jetë vërtet një temë që ne na shërben dhe prandaj erdhi tema Qyteti që të shpërblen. Pse zgjodhët pikërisht Korçën si modelin e qytetit inteligjent? Korça është shtëpia jonë dhe ne menduam që se si neve mund t'i shpërblejmë Korçës dhe e njohim shumë mirë atë. Po gjithashtu Korça njihet si qyteti i traditës dhe ka shumë kultura dhe menduam pse jo dhe njerëzit të na ndihmojnë ne për ta realizuar këtë që ne kemi menduar. Vajza, çfarë do të thotë për ju një smart city? Është një term që e dëgjojmë shumë ditët e fundit në fakt, por si e kuptoni ju atë? Jo thjesht një qytet që ka Wi-Fi ose një qytet që me shumë makina inteligjente, por një qytet që na shpërblen ne për atë që ne bëjmë. Për shembull, ne ecim në vend të përdorimit të makinës. Pse jo mos fitojmë nga kjo gjë? Është një qytet teknologjik që neve mund të na shpërblej neve, për shembull, ose ne mund t'i shpërblejmë atij, për shembull një trafik më pak, ose
Ecja me bicikleta. Po. Juve sa keni krijuar një sistem pikësh dhe shpërblimesh, apo jo? Po. Si funksionon konkretisht ky sistem? Është Dhe për çfarë shërben ai? Është një aplikacion ku çdo banor i qytetit regjistrohet me të dhënat personale dhe për çdo veprim të mirë që kryet, ai shpërblehet me pikë dhe ato pikë më pasi mblidhen në një shumë në një madhësi të madhe, shpërblehen ose ata mund t'ja harxojnë për shembull në një transport falas, ose në një muzeume të ndryshme mund të shkojnë. Pra të gjitha zgjidhje shumë ekologjike dhe shpërblimi gjithashtu ekologjik ai që do të marrin. Cilat veprime ekologjike mendoni ju se qytetarët duhet që t'i bëjnë më shpesh? Po mbase ecja më shumë sepse mund të shikojmë njerëz që mund ta kenë supermarketin 10 minuta larg dhe zgjedhin dhe preferojnë të shkojnë me makinë, kur këtë gjë mund ta bëjnë shumë mirë më këmbë. Ose në përdorimin e bicikletave, sepse mendoj se të gjithë ose shumica e njerëzve din ta ngasin bicikletën dhe gjithashtu për mendimin tim është një mjet shumë i shpejtë. Dhe mund të natoj më shpejt se ecja. Si u ndat ju në role gjatë punës në ekip? Neve jemi 5 vajza dhe u bashkëpunuam të gjitha për të arritur qëllimin tonë, duke i ndarë punën në mënyrë të barabartë, për shembull njëra të merreshe më shumë në anën teknike, tjetra me prezantimin, me websajte të ndryshme, me pjesën e kodimeve dhe mikrobitin, me menaxhimin e Instagramit, sepse ne hapëm edhe faqen e Instagramit për të prezantuar projektin tonë dhe për të bërë njerëzit që të mësonin më shumë rreth nesh. Pra, secila prej jush u përshtat me atë pjesë, atë punë që e ndjente veten më mirë, në të cilën kishte pak më shumë talent. Cila ishte pjesa më e vështirë që do të thonit ju gjatë realizimit të këtij projekti? Gjetja e ideve tona, por jo vetëm gjetja e ideve, por edhe ato që t'i kthenim neve në një produkt dhe në realitet. Sepse ne kishim shumë ide, por gjithashtu nuk donim që të bënim edhe shumë gjëra, donjëherë kur sa më shumë gjëra të ketë, aq më e mërzitshme dhe e bezdisshme bëhet puna. Dhe donim që të bënim diçka që vërtet të mbetej dhe vërtet të na shërbente ne dhe njerëzve. Qëndrojmë pak në aplikacionin që ju krijuat, Green Korça. Si funksionon ky aplikacion? Ne në website-in tonë kemi vendosur një Google Form ku vullnetarët ku njerëzit mund të bëhen vullnetar dhe në bazë të punëve që ata bëjnë, për shembull mbjellja e pemëve ose ndihma për të moshuarit, të cilën ne kishim shumë dëshirë për ta bërë. Të gjitha këto gjëra ose ecja, përdorimi i makinave ose i bicikletës ose ecja me këmbë, të cilat përkthehen në pikë dhe më pas duke i mbledhur këto pikë, në fund qytetari fiton diçka. Që siç e tham, mund të jenë transporti falas ose Çfarë përfitimesh do të sillte platforma Smart Transport për qytetin? Smart Transport heq pritjen e gjatë që njerëzit mund të presin në stacionet autobusave ose taksitë. Nëpërmjet transportit Smart City, neve mund t'i gjejmë shumë thjesht në atë aplikacion dhe nuk kemi nevojë që të presim orë të gjata. Po pse menduat që të përfshini gjithashtu edhe butonin SOS në projektin tuaj? Në kohët e sotme mund të shikojmë që të rinjt janë larguar shumë nga shteti jonë dhe të moshuarit kanë ngelur vetëm. Dhe pse jo mos bënim diçka që ata t'i ndihmonte, sepse është diçka shumë e shpejtë që ata thjesht duke e klikuar na lajmërojnë ne dhe që të mos bëhet një lëmsh i vërtet nëse mund ta themi kështu, ne lajmërojmë institucionet përkatëse si spitali, zjarfikse ose policia. Por gjithashtu ishte edhe ndihma për ushqime, domethënë që të shkojmë ne të blejmë ushqimet e tyre në supermarket, që ata mos lëvizin shumë, por edhe mjekime gjithashtu. Vajza, do kaloj pak në bashkëpunimin, në procesi i punës që ju patët. Cila ishte sfida më e madhe gjatë përgatitjes tuaj? Mund të them bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë, por në disa raste kishte edhe ato momentet e vështira. Po. Ishte një punë që vërtet ne duhet ta realizonim të gjitha, sepse nuk mund të bëhen nga 2 persona. Kemi patur probleme të vogla me bashkëpunimin ose siç e thamë dhe më përpara, kthimin nga ide në produkt të vërtetë. Këto kanë qenë më shumë. A ka patur ndonjë moment që ju do ju mbetet në memorie më tepër? Po, ishte moment i dieshëm kur gjithë eksperienca për mua ishte era e parë që merja pjesë në një konkurs ICT-e dhe ka qenë eksperienca më e bukur. I gjithë projekti, mund ta them? Po. Duke filluar nga dje dhe një gjë tjetër që duhet përmendur është që vajtëm
deri në finale, Po. deri në dyshën e fundit dhe kjo ishte një eksperiencë shumë e bukur. Ishim për mua. shumë afër, por gjithashtu dhe gjatë prezantimit që kemi bërë në shkollë, kemi marrë shumë fjalë të mira që unë për vete nuk do t'i harroj kurrë. Gjithashtu mendoj se duhet të falenderojmë edhe mentoren tonë dhe mësuesen Po. tonë, mësuese Lulin, që na ndihmoi në çdo moment dhe ishte gjithmonë gati aty për të na ndihmuar ne me fjalët e mira, por edhe me fshafimet e saj të ngrohta që nuk mungonin asnjëherë. A do keni dëshirë që të merrni pjesë dhe në edicionet e tjera të ICT Clubs më vonë? Po, patjetër. Për mua është era e tretë dhe është një eksperiencë e parueshme që unë do ta mbaj mend gjithmonë. Përderisa ke qenë 3 herë pjesë e këtij projekti, cili ka qenë viti yt i preferuar, nëse mund të specifikosh të cilësosh njërin prej tyre? Tani, viti i parë isha pak më vogël dhe me ato mundësi që kisha me pak gjëra e ndihmova grupin tim. Vitin që kaloi ishte era e dytë dhe ishte era që ne fituam dhe shkuam në Durrës dhe ajo ishte një eksperiencë kështu. Kurse ishte një eksperiencë që unë e kam akoma në memorie dhe sa herë mendoj bëhem shumë nostalgjike. Kurse këtë vit ishte një eksperiencë gjithashtu shumë e bukur sepse isha me shoqen time të ngushtë për herë të parë. Dhe do ta keni mundësinë që ta përjetoni përsëri këtë eksperiencë. Po. A keni ndonjë mesazh për bashkëmoshatarët tuaj për sa i përket teknologjisë, përdorimit të saj ose për pjesëmarrje në aktivitete të tilla siç është ICT Clubs? Të gjithë duhet të marrin pjesë në kurse të ndryshme ICT e mendoj, sepse çdo gjë po shkon drejt të ardhmes, drejt teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Siç e tha dhe Angelikia, teknologjia është bërë diçka e pandashme tani, kryesisht për ne të rinjtë, dhe gjithashtu dua t'ju them bashkëmoshatarëve të mi dhe njerëzve që marrin pjesë në ICT Clubs që mos keni frikë, atë që ju keni thjesht realizojeni, sepse donjëherë ajo frika që ne kemi, po a do ta bëj dot ose si do ta bëj, si do prezantoj, thjesht harrojeni të gjitha këto dhe kur dilni aty thoni ne jemi më të mirë dhe ne do t'ja dalim. Edhe të jepni më të mirën. Shumë faleminderit vajza dhe ju uroj shumë suksese në vazhdim me projektet që ju do të realizoni. Shumë faleminderit edhe ju. Miq, ne do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi këtu në studio me 2 vajza të tjera nga ky grup i ICT Clubs. Na ndiqni. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të ftuarve special dhe tani me ne janë 2 vajza të tjera për të folur për projektin Qyteti që të shpërblen. Kemi me ne në studio Klea Isallarin dhe Dea Bylykbashin. Vajza, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën të ishit sot këtu me ne. Përshëndetje, kënaqësi është e jona. Pa unë për kohë, sepse ju keni marrë pjesë në një projekt ku ishit 5 vajza dhe shoqet tuaja folën para jush, unë dua t'ju drejtoj disa pyetje të tjera. Çfarë janë hartat inteligjente të temperaturës dhe NO2 dhe pse janë të rëndësishme? Atëre, website joni ishte vendi ku ne kemi vendosur gjitha aplikacionet, ku njëri prej tyre ishte dhe ai i transportit, ku ishte transporti për autobusët dhe taksit. Ndërtimi i hartës inteligjente ishte në ndihmë të saj për ta bërë sa më të thjeshtë për turistët dhe harta e NO2-shit ndihmonte për të parë nivelin e dioksidit të azotit në qytetin e Korçës, diçka që ne nuk e kemi parë dhe vendosëm ta sillim si një informacion shtesë për webin. Cili ndi ideja për mikrotipin Filipi dhe çfarë e bën atë të veçantë? Do doja që kësaj t'i përgjigjesha unë sepse me Filipin e kam lidhjen shumë të fortë. Tani, mikrobiti jon ju vendos emri Filipi në fillim për të mos u kuptuar nga grupet e tjera, si ta thuash, duke qenë ideja e konkurrencës në çdo grup, nuk dëshironim që informacioni të merrej vesh. Dhe mikrobiti ka si cilësi të tij që të mas hapat. Në momentin që ti klikon butonin B të tij, ti ke matur hapa dhe në momentin që klikon butonin A, i ristarton ato dhe i fillon nga e para. Përveç teknologjisë, projekti juaj ka dhe element kreativ si storytelling dhe lojra interaktive. Pse ishte shumë e rëndësishme kjo që ta përfshinit? Atëre, ne dëshironim që webi jon të ishte i shpërndar në shumë aspekte të ndryshme, jo vetëm në pjesën e teknologjisë dhe një produkt në fund. Prandaj vendosëm të bëjmë dhe një si storytelling që titullohet Kur Korça takon teknologjinë, i bërë nga vetë ne, nga vajzat, sigurisht me pak ndihmë. Dhe lojrat janë një pjesë argëtuese e saj. Për shembull, mund ta shikojmë që webi jon fillon me një lojë. Përse sa din ata për Korçën, dhe më pas në fund përsëri me një lojë se sa mësua nga Korça me anë të webit. Pastaj ka dhe disa lojra të krijuara me puzzle ORG ose HTML, të cilat janë të thjeshta dhe të lezetshme. Çfarë platformash apo programesh përdorët gjatë realizimit të projektit dhe cila ju ndihmoi më shumë? Disa nga platformat që përdorëm ishin Puzzle.org, përdorëm gjuhën e kodimit Java, Python,
për të bërë edhe disa nga lojrat, përdorëm Wixin për website-in, përdorëm gjithashtu dhe ChatGPT-in që na ndihmoi për disa aspekte të tjera, dhe Canva-n që na ndihmoi shumë për dizajnin, pra fletpalosjet ose prezantimin. Po, ju keni përfshirë një sër platforma, si të themi, për të ndërtuar një produkt tuaj. Nëse ky projekt do të zbatoj realisht në Korçë, si imagjinoni qytetin ju pas 5 vitesh? Po në qoftë se projekti do merrte një zbatim në jetën reale pranë qytetit të Korçës, besoj se do ishte shumë inovativ dhe do vinte në ndihmë të gjithëve. Tani, kur projekti jon ka filluar, ne kemi nisur si vullnetar, që si fillim kemi bërë punë vullnetare vetë ne, antarët e grupit. Për shembull, kemi nisur me mbledhjen e pemëve e shumë të tjera. Pastaj ne promovojmë shumë këtë gjë tek webi jon për të dhënë ndihmë edhe tek aplikacionet e tjera. Për shembull, butoni SOS që folën pak edhe vajzat në pjesa e parë e emisionit, që është në ndihmën e të moshuarve, apo dhe mbledhja e buxhetit që mund të mbledhim nga vullnetarët që do vendoset nga vetë ne dhe nga vullnetarët e tjerë që do bëhen pjesë. Unë do t'ju bëj një pyetje tjetër. Projekti që u keni ndërtuar dhe webi, janë të aksesueshëm për çdo person në qytetin e Korçës? Po, janë, sepse janë të publikuar. Në këtë moment që flasim, po. Çfarë mesazhi keni ju përbashkë moshatarët tuaj që duan të merren me teknologji dhe këtë dua pak nga të dyja? Tani unë si fillim do ju thoja që ne dim shumë mirë që teknologjia është bërë diçka e pashmangshme nga jeta jone e përditshme, po nga të gjithë bashkëmoshatarët tanë dhe antarët e tjerë të grupeve, të shkollave të tjera dhe jo vetëm, unë kam parë ide shumë inovative. Dhe do thoja që të besojnë shumë tek vetja e tyre dhe t'i promovojnë akoma dhe më shumë idetë e tyre, sepse janë kaq të bukura dhe sjellin kaq shumë përfitime tek ata po dhe jo vetëm për të gjithë ne, ndaj të vazhdojmë përpara gjithmonë. Siç thonë dhe shumë njerëz, ne jemi e ardhmja e këtij qyteti, këtij vendi. Unë mendoj që ne t'i tregojmë aftësitë tona dhe të mundohemi të bëjmë më të mirën për qytetin dhe vendin tonë. A mendoni se të rinjt sot kanë shumë mundësi për të sjellë ndryshim përmes teknologjisë, sepse ne kemi pasur të ftuar nga të gjitha moshat që kanë bërë vërtet ndryshime? Po sigurisht mendoj se po, se më mirë se ata askush tjetër nuk e di ta përdor teknologjinë, dhe si është ajo që thash edhe tek pyetja më lart që kemi ide shumë inovative dhe mund të them që jemi bërë master të përdorimit të teknologjisë dhe sjellim atë në format nga më të ndryshme. Duhet të keni parë besoj të gjitha një pjesë të tyre që kemi robote, gjëra domethënë materiale praktike apo edhe faqe të tjera që janë një arritje e madhe dhe sjellim përfitime. Cili ka qenë reagimi më i bukur që keni marrë për projektin tuaj? Reagimi më i bukur mund të jetë kur bëm prezantimin për herë të parë para mësuesve të shkollës dhe të gjithë na thanë që kemi vërtet mundësi për të fituar këtë konkurs. Dhe pse ne nuk fituam, jemi shumë të lumtur për fituesin dhe e rëndësishme është që morët pjesë në fund të fundit. Edhe do shtoja këtë që përveç vlerësimeve që na u dhanë paraprakisht, unë më pëlqejnë shumë ato mesazhet që kishim mes nxënësve pasi mbaroi konkursi, duke qenë se ne si shkollë funksionojmë si një familje e madhe, ku secili njihet me njëri tjetrin dhe mbështet njëri tjetrin. Kur kemi mbaruar konkursin, kemi shkëmbyer shumë mesazhe mes njëri tjetrit dhe ishte moment fantastik për mua. Po do një sfidë që keni hasur gjatë punës tuaj dhe keni thënë, okay, me këtë ndoshta nuk duhet ta vazhdojmë për ta bërë si projekt? Po, sfidat janë të shumta kur ti ndërmerr hapin për të bërë një konkurs, çfarëdo që të jetë ai, si nga ana praktike, domethënë që teorinë që ke ta vendosur në praktik, po dhe nga ana e pjesës së grupit. Ndodh shpeshherë që në një grup me 5 veta apo jo ti të kesh edhe ato konfliktet e vogla ose ato situatat e sikletshme që ndoshta shpeshherë të bëjnë të ndihesh keq, po duke qenë se ne gjithmonë kemi dashur të paraqesim një punë të bukur, pavarësisht përfundimit, kemi dëshiruar që gjithmonë të jemi në ndihmë të Korçës dhe banorëve të saj, vazhduam më tej. Ja dolët. Po. Në të ardhmen do të doni ta zhvillonit më tej këtë ide apo qofte edhe të merreni me teknologji? Po sigurisht që po, do të dëshironim edhe prandaj ishte një nga arsyet që unë u bëra pjesë e ICT-s për vitin tim të dytë, për herën time të dytë, dhe teknologjia është e ardhmja. Duam apo nuk duam ta pranojmë neve, ashtu është. Dhe
ta përdorim në mënyrë më të mirë. Ajo këshilla që thash më lart për të rinj, ta përdorni teknologjinë, ta drejtoni atë ju, jo t'ju drejtoj ajo juve. Po, sepse e kemi vënë shumë re shpesh që donjëherë del dhe nga kontrolli teknologjia, por duhet të dim ta përdorim. Në fund të fundit, Dea ti përmend pak që është hera e dytë që merr pjesë. Hera jote e parë si ka qenë? Hera e parë ka qenë shumë e rastësishme sepse unë jam bërë pjesë e konkursit kur ai kishte filluar. Domethënë kishte kaluar një kohë konsiderueshme dhe jam bërë pjesë, domethënë një ditë do hysh, okay, po hy. Dhe fati im i mirë ishte që si herë e parë unë arrita ta fitoja dhe të shkoja në finalin që zhvillohet në qytetin e Durrësit. Dhe ka qenë një eksperiencë fantastike. Arsyeja pse u bëra pjesë për herë të dytë këtë vit nuk është fare pjesa e fitimit, madje unë që në fillim isha futur me mendjen që nuk do fitoja, po ideja e madhe që ti ke dhe dëshira për të ndihmuar dhe për të dhënë një punë inovative të shtyn më tej. Është si një ndihmës dhe një mbështetje për të vazhduar idenë që ti ke. Njëkohësisht ti mëson edhe më shumë nga teknologjia, për veten tënde, rrit aftësiat në kodim, në prezantim dhe kudo tjetër. Dhe për ta mbyllur, cila është ëndra juaj më e madhe në botën e teknologjisë? Për mua ëndra më e madhe është që të arrit ta përdor teknologjinë siç duhet dhe t'ia sjell në ndihmë qytetit tim dhe jo vetëm. Dua për shembull që jo vetëm projekti im, që kishte bërë grupi im, por dhe projektet e tjera të arrin që të marrin rëndësinë e tyre të duhur, të vijnë në zbatim nga organizata apo dhe nga bashkitë të tjera, të merren domethënë shumë parasysh dhe të përhapen më tej. Sepse vërtet janë ide inovative. Klea? Po ka shumë të jetin me ndihmën tënde. Shumë faleminderit vajza dhe ju uroj shumë sukses sa më tej. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi me rubrikën e radhës. Na ndiqni. Tani që kemi hedhur sy mbi të tashmen, është koha të kthehemi pak në të shkuarën dhe pikërisht sot do të flasim për teknologjinë në sport. Teknologjia në sport ka kaluar një evolucion të jashtëzakonshëm gjatë dekadave të fundit, duke ndryshuar kështu jo vetëm mënyrën se si zhvillohen garat sportive, por dhe mënyrën pra se si stërviten atletët, si analizohen performancat e tyre dhe si e përjetojnë tifozët sportin. Nga matjet e thjeshta manuale deri tek inteligjenca artificiale dhe analizat në kohë reale, teknologjia është bërë sot një pjesë e pandashme e botës sportive. Në fillimet e sportit modern, në fakt gjithçka varej pothuajse tërësisht nga aftësitë fizike të lojtarëve, si dhe nga vëzhgimi njerëzor. Trajnerët bazoheshin tek përvoja dhe tek intuita për të përgatitur atletët, ndërsa matjet e kohës dhe rezultatet bëheshin manualisht. Nuk kishte kamera të avancuara ose analiza të detajuara, apo edhe pajisje që mund të monitoronin gjendjen fizike të sportistëve. Për shumë vite sporti mbeti një aktivitet ku teknologjia kishte shumë pak ndikim dhe sporti ishte një mënyrë për t'u larguar nga teknologjia. Teknologjia tashmë është bërë dhe sporti ndikuar nga teknologjia si çdo fushë tjetër e jetës, sepse teknologjia ka arritur në atë pikë që pothuajse është e pashmangshme. E pandashme dhe pashmangshme për të qenë atje pjesë. Dhe unë mendoj shpesh që dhe kjo ndoshta pak jashtë teme, por që dhe fëmijët e vegjël që i shikon gjithmonë me telefona në dorë, me kompjutera në dorë, dhe sado që mundohen t'ja u heqin prindit atë telefonin, prapë është bërë shumë e pashmangshme dhe kështu që edhe çdo fushë tjetër e jetës është ndikuar pak ose shumë. Me kalimin e kohës, filluan të përdoren dhe pajisje më moderne për matjen e kohës dhe rezultateve. Në gara atletike, not dhe sportet të tjera, kronometrat elektronik sollën saktësi shumë më të madhe. Kjo ishte veçanërisht e rëndësishme në kompeticionet ku diferenca mes fituesve mund të ishte vetëm disa të qintat e sekondës. Po, kryesisht në garat e atletikës që duheshin matur me milisekonda. Një nga revolucionet më të mëdha në sport erdhi me përdorimin e kamerave dhe analizave me anë të videove. Trajnerët filluan që të regjistronin ndeshjet dhe stërvitjet për të analizuar kështu lëvizjet dhe taktikat apo edhe gabimet e sportistëve në mënyrë që të reflektonin më vonë dhe të ndrejshnin ato. Kjo ndihmoi ekipet dhe atletët që të përmirësonin performancën e tyre në mënyrë shumë herë më profesionale. Analiza video u bë një mjet i domosdoshëm në futboll, basketboll, tenis dhe pothuajse gati çdo sport tjetër. Dhe jo vetëm në sport. Kudo, domethënë videot përdoren pothuajse kudo në çdo fushë dhe në mjeksi për të videot janë prova kryesore. Deri më sot.
Më vonë, teknologjia filloi të përdorej dhe për të ndihmuar pra arbitrat dhe gjyqtarët. Sisteme si VR në futboll apo Hawk-Eye në tenis ndryshuan mënyrën e marrjes së vendimeve në garat sportive. Këto teknologji pra përdorin kamera dhe programe të avancuara për të analizuar situatat në kohë reale dhe për të shmangur gabimet njerëzore. Edhe pse shpesh kanë sjell debate mes tifozëve, ato kanë rritur ndjeshëm saktësinë dhe drejtsinë në sport, që imagjinojnë nëse nuk do të ishin, do ishim akoma duke pse kështu, pse nxori për shembull kartonin e verit ose kartonin e kuq, pse i ra bilbilit. Që janë ende dhe sot, por si të thua tashmë e ke dhe si me një lloj prove, sepse atë videon ti e ke dhe mund ta shikosh prap për të arritur saktësinë ose drejtsinë, siç mund të them. Po, sistemi VAR në fakt është një nga sistemet teknologjike më të përdorura në futboll në ditët e sotme dhe ka dhe në milimetrin më të padukshëm nga syri i njeriut. Po. Për shembull, nëse mund të bëhet një gol dhe kalon arbitri tek sistemi VAR për ta kontrolluar, nëse vetëm 1 milimetër mund të ketë kaluar më shumë se ç'duhet, goli quhet offside. Dhe kështu ndryshon gjithë dinamika e lojës, gjë që nëse nuk do të ishte teknologjia, me syrin e lirë nuk do mund që të vëzhgoheshin, të kuptoheshin. Një tjetër zhvillim shumë i rëndësishëm ishte përdorimi i pajisjeve inteligjente për monitorimin e atletëve. Sot sportistët përdorin ora smart, sensorë dhe pajisje të ndryshme që matin rrahjet e zemrës, shpejtësinë apo lodhjen fizike dhe tregues shumë të tjerë. Këto të dhëna ndihmojnë trajnerët që të kuptojnë më mirë gjendjen e tyre fizike të sportistëve dhe të shmangin dëmtimet. Dhe edhe në palestra në ditët e sotme, në çdo makineri që ti mund të përdorësh, sidomos tek për shembull pistat e vrapimit, i ke me të dhëna me anë të teknologjisë, sa shpejt je duke ecur, sa i ke rrahjet e zemrës, sa kalori ke djegur. Të gjitha, po. Në mënyrë që të jetë më saktë dhe më produktive, kështu, sepse ti e di, domethënë e shikon trupin tënd deri në çfarë gjendje është dhe më pas që të dish dhe çfarë stërvitjet e tjera të bësh. Teknologjia ka ndryshuar edhe mënyrën se si zhvillohen stërvitjet. Sot përdoren simulime kompjuterike, analiza të dhënave dhe programe të personalizuara në çdo atlet. Në sportet elitare, çdo detaj analizohet me kujdes, nga mënyra se si vrapon një atlet, deri tek mënyra se si godet topin një futbollist. Kjo ka bërë që sporti të bëhet më shumë shkencor dhe i bazuar tek të dhënat, kur njëre një kohë nuk ishte as pak asnjëra nga këto. Por në fakt edhe tifozët e kanë përjetuar shumë këtë revolucion. Dikur njerëzit e ndiqnin sportin vetëm në stadium ose në radio. Më pas televizioni solli transmetimet live, ndërsa sporti sot mund të ndiqet nga telefoni në çdo moment, me platforma të ndryshme online, nga rrjetet sociale apo nga transmetime në cilësi të lartë që e kanë ndryshuar jashtëmase eksperiencën e tifozëve në ditët e sotme. Ata tashmë kanë akses në statistika në kohë reale, kamera të ndryshme dhe analiza të menjëhershme gjatë ndeshjeve. Një rol një gjithnjë më të madh po merr dhe inteligjenca artificiale si çdo fushë tjetër. Inteligjenca artificiale përdoret për analiza taktike, parashikime të performancës dhe madje edhe për të ndihmuar ekipet në strategji. Disa klube sportive përdorin dhe algoritme për të analizuar kundërshtarët dhe për të kuptuar më mirë pikat e forta dhe dobësitë e tyre. Ndërkohë që më përpara ishte e gjitha vetëm në bazë eksperience personale ose nga këshillat e trajnerit. Tani dukshëm që po përdoret dhe inteligjenca artificiale, po ndryshojnë dinamikat. Në vitet e fundit është rritur shumë edhe përdorimi i teknologjisë në e-sports, që është një industri që kombinon kështu sporting me gamingun, pra me luajtjen e lojrave dhe botën digjitale. Kompeticionet e lojrave elektronike janë kthyer në evente globale që tashmë ndiqen nga miliona njerëz dhe kanë vërtet shumë tifoz. Është shumë e vërtetë edhe një njerëz që për shembull nuk ka ndoshta mundësinë ose nuk ka të dëshirën të jetë në stadium ose kështu, thjesht mund ta hap në telefon dhe mbaj mend para disa muajsh u zhvillua në Tiranë një kampionat FIFA i futbollit në PlayStation që u mblodhen aty çuna të ndryshëm
në grupe me njëri tjetrin dhe po luanin si një kampionat të vërtet dhe në fund u shpërblyen edhe me çmime. Në PlayStation, Po. gjithmonë. E marrin dhe shumë seriozisht. Në përfundim, evolucioni i teknologjisë në sport kanë transformuar çdo aspekt të tij, nga performancat e atletëve tek vendimet e arbitrave dhe eksperiencat e tifozëve. Sporti sot nuk mbështetet vetëm tek talenti, por dhe puna fizike, por dhe tek analiza, inovacioni dhe teknologjia. Dhe me zhvillimin e vazhdueshëm të inteligjencës artificiale dhe pajisjeve inteligjente, e ardhmja e sportit pritet të bëhet më moderne dhe më e avancuar. Dhe si që themi ne gjithmonë, mbetet për të parë në të ardhmen. Po, gjithmonë. Po vërtet, po ta mendosh, teknologjia vërtet ka sjell shumë ndryshime për sa i përket sportit. Nuk është më ai sporti aq tradicional sa që ne e shihnim më përpara. Ndoshta më parë në sport konsideroheshin vetëm taktikat konkrete, mënyrën se si ti zgjidhje që ti luaje vetë. Tani është bërë gjitha shumë herë më strategjike dhe nuk është më në shumë raste aq sa ishte për të shijuar, saqë është tani thjesht strategji, logjik, statistika. Donjëherë fusha e sportit duket pak edhe si ajo më e paprekura nga teknologjia, se do thuash për shembull në një atlet që vrapon lidhje ka teknologjia këtu, por që prapë dhe kjo fushë nuk ka ngelur pa u prekur dhe mendoj se do vazhdoj akoma dhe më shumë dhe do preket. Madje ne kemi parë dhe robot që luajnë futboll ose që vrapojnë, marrin pjesë në gara, kështu që nuk mund ta përjashtojmë se okay, në mjekësi, në arsi, në jetën e përditshme është bërë shumë e avancuar, por dhe sporti nuk ngelet mbrapa. Si që thashun edhe më përpara, shpreha klasike ishte që merru me sport që të largohesh pa nga teknologjia. Ndërkohë që tani sporti në një mënyrë apo në një tjetër po të lidh akoma më ngushtë me teknologjinë. Është momenti të kalojmë në rubrikën tjetër që janë personazhet e njohur dhe pikërisht sot do të flasim për Margaret Hamilton. Emri i saj në fakt nuk përmendet gjithmonë aq shpesh sa astronautët e tjerë që shkuan në hënë, por që puna e saj ishte thelbësore për suksesin e një prej arritjeve më të mëdha të njerëzimit, misioni Apollo 11 Moon Landing. Që ne kemi përmendur dhe herë të tjera këtë mision, por nuk e kemi përmendur figurën e Margaret, se është ajo që tham që nuk është ndoshta shumë e dëgjuar, por që ka sjellë revolucion për kohën kur ishte. Dhe pikërisht sot do të flasim për jetën e saj, rrugëtimin profesional, sfidat që ajo përballoi dhe ndikimin e madh që pati në botën e teknologjisë dhe inxhinierisë së softwareve. Margaret Hamilton lindi në 17 gusht të vitit 1936 në Pauli dhe u rrit në një familje që e inkurajonte shumë arsimin dhe kuriozitetin intelektual. Që në fëmijëri ajo kishte interes për matematikën, për logjikën dhe për zgjidhjen e problemeve. Në atë kohë shumë pak gra përfshiheshin në shkencë dhe teknologji, por Margaret nuk I lejoi stereotipet që ta ndalonin nga ajo se çfarë dëshironte që të bënte. Edhe shumë mirë bëri. Ajo studioi matematikë dhe filozofi në Eran College. Fillimisht kishte menduar që të vazhdonte studimet në matematikë abstrakte, por jeta e çoi drejt një fushë krejtësisht të re, që ishte programimi kompjuterik. Duhet të kujtojmë se në fund të viteve 1950 dhe fillimin e viteve 1960, programimi nuk ishte as pak si sot. Nuk ekzistonin laptop, internet, apo aplikacione moderne, kompjuterët ishin makina gjigante që zinin dhoma të tëra dhe programimi bëhej me karta ose me kode shumë të ndërlikuara që sot ti programimin mund ta bësh thjesht shumë shpejt mjafton të kesh internet dhe një laptop dhe mund ta bësh, atëherë duheshin karta, një pajisje. Tani programimin mund ta bësh brenda sekondave me inteligjencë artificiale. Margaret filloi që të punonte në Massachusetts në Institute of Technology në laboratorin Instrumentation Laboratory, I cili bashkëpunonte ngushtë me NASA-n.
Në atë periudhë, SBA ishte në kulmin e garës hapësinore me Bashkimin Sovjetik. Pas suksesit të sovjetikëve me satelitin Sputnik dhe fluturimin e Yuri Gagarin, presidenti amerikan John Kennedy shpalli objektivin ambicioz, dërgimin e njeriu të parë në hënë para fundit të dekadës. Që ti, Elena, vazhdon të mendosh që Po, vazhdoj të mendoj që nuk ka ndodhur. Që nuk ka ndodhur dhe unë jam e kundërta. Që mendoj se ka ndodhur dhe ka shkuar. Pse mendoj që nuk ka shkuar vërtet? Para një muaj ose pak më pak, ti e di që u krye misioni i ri Artemis për të shkuar për të rrethuar orbitën e hënës. As për të shkuar. Jo për të shkuar në hënë. Përse të mos shkonin në hënë kur mund ta bënin kur ishte e mundur që kjo të bëj para shumë vitesh më përpara. Unë mendoj se është e gjitha çështje politike e asaj kohe për konfliktin mes SBA-s dhe me Bashkimin Sovjetik për konkurrencën që ata kishin mes njëri tjetrit. Sepse nëse do të ishte mundur para aq shumë vitesh, do të ishte akoma më e mundur tani për të realizuar. Dhe ti ndër sot kësaj dite mendon që nuk ka shkelur asnjëri në hënë? Po. Përse mendon ti që kanë shkelur? Po mendoj se do thuash ke par fotot. Dgjoj, ato fotot nuk janë shumë të besueshme. Po kanë qenë në kohë kur teknologjia nuk ishte kaq e avancuar. Dhe pikërisht ato janë foto goxha të avancuara për atë teknologji të asaj kohe. Dhe ti po mundohesh të më kundërshtosh. Po, thua që nuk ka shkuar. Okej, nëse këtë debat nuk kemi për ta zgjidhur edhe Elena, por gjithsesi. Kjo objektiv kërkonte jo vetëm raketa të fuqishme, por dhe sisteme kompjuterike jashtëzakonisht të sakta dhe këtu fillon roli historik i Margaret Hamilton. Ajo u bë drejtuese e ekipit që zhvillonte software-in për kompjuterin e udhëtimit të misioneve Apollo dhe ky kompjuter quhej Apollo Guidance Computer. Dhe ishte truri elektronik i anijes. Ai kontrollonte navigimin, drejtimin dhe procese shumë të tjera gjatë udhëtimit drejt hënës. Sot, një telefon i thjesht ka miliona herë më shumë fuqi se sa ai kompjuter. Megjithatë, në atë kohë Apollo Guidance Computer konsiderohej revolucionar, një ndryshim shumë i madh për kohën. Sfida kryesore ishte se sistemi kishte shumë pak memorie dhe kapacitet për punimi. Çdo rresht kodi duhet të ishte tërësisht perfekt për të realizuar. Nuk kishte vend për gabim. Po. Margaret Hamilton kuptoi diçka shumë të rëndësishme. Njerëzit bëjnë gabime dhe sistemet duhet të jenë të përgatitura për to. Ajo insistoi që software-i të ishte i aftë të zbulonte probleme dhe të rikuperojë automatikisht. Kjo ide sot duket normale, por për atë kohë ishte revolucionare. Një histori tjetër interesante në fakt lidhet me vajzën e saj të vogël, Lauren. Një ditë gjatë një vizite të vajzës së saj në punë, vajza luajti me simulatorin e misionit dhe aktivizoi gabimisht një komandë që shkaktoi një problem në sistem. Margaret e kuptoi menjëherë se astronautët mund të bënin gabime të ngjashme gjatë misionit real. Ajo kërkoi që sistemi të kishte mbrojtje shtesë kundër gabimeve njerëzore, por disa kolegë mendonin se astronautët nuk do të gabonin kurrë. Dhe ja që gabuan. Dhe ja që gabojnë, sepse në fund të fundit edhe astronautët janë njerëz. Po. Më vonë unë provua se Hamilton kishte të drejtë. Momenti më dramatik ndodhi gjatë misionit Apollo 11 Moon Landing në 20 korrik të vitit 1969. Pak minuta para uljes në sipërfaqen e hënës, kompjuteri filloi të shfaqe alarme të njohura si 1201 dhe 1202. Këto alarme tregonin se kompjuteri ishte i mbi ngarkuar me informacionin. Dhe këtë do më thua që shikon që ka pasur probleme dhe prandaj nuk janë ulur në hënë. Unë po të lej që ta mendosh vetë. Ishte një moment kritik në fakt dhe nëse kompjuteri do të ndalonte së funksionuari, misioni mund të dështonte dhe jeta e astronautëve do të ishte në rrezik. Por fal mënyrës se si Margaret Hamilton dhe ekipi i saj e kishin projektuar software-in, sistemi nuk u rrëzua. E shikon? Programi identifikoi se cilat procese ishin më të rëndësishme dhe eliminoi automatikisht detyrat më pak prioritare. Kjo lejoi kompjuterin që të vazhdonte të funksiononte vetëm me operacione thelbësore për uljen. Dhe i bie që edhe ulja mund të ketë ndodhur.
Mund. Falë këtij sistemi inteligjent, astronautët Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin arritën të uleshin me sukses në hënë. Okej, në rregull Alina. Kur Neil Armstrong tha fjalinë e famshme, një hap i vogël për njeriu, një hap gjigant për njerëzimin, dhe pas atij momenti historik qëndronte edhe puna e jashtëzakonshme me Margaret Hamilton. Një tjetër kontribut shumë i rëndësishëm ishte fakti që ajo ndihmoi në krijimin dhe në legjitimimin e fushës së software engineering. Në atë kohë, termi inxhinieri softwarike nuk përdorej shpesh dhe shumë njerëz nuk e konsideronin programimin si një disiplinë serioze inxhinierike. Hamilton argumentonte se krijimi i softwarit do të kërkonte planifikim rigoroz, testime të vazhdueshme dhe standarde të larta sigurie. Dhe sot, çdo aplikacion, sistem operativ, avion apo makinë moderne mbështetet në paritme që lidhen me inxhinierinë e softwarit. Një fushë që Margaret Hamilton arriti që ta formësonte. Pas përfundimit të programit Apollo, ajo vazhdoi të punonte për zhvillimin e sistemeve kompjuterike dhe krijoi kompaninë e saj Hamilton Technologies. Ajo u fokusua në ndërtimin e sistemeve softwarike shumë të sigurta dhe të besueshme. Për dekada të tjera, kontributi i saj nuk mori aq vëmendje sa që meritonte. Por me kalimin e viteve, bota filloi që të kuptonte rëndësinë e saj të madhe historike. Në vitin 2016, ish presidenti i Amerikës Barack Obama i dha medaljen presidenciale të lirisë, një nga nderime më të larta civile në SBA. Një fotografi shumë e famshme e Margaret Hamilton e tregon atë pranë një grumbulli gjigant letrash. Ato letra ishin kodi i printuar i softwarit të Apollos. Fotografia është bërë simboli i punës së madhe dhe të kompleksitetit të programimit në atë epokë. Në fakt, dhe kur kërkoje emrin e Margaret në Google për të gjetur imazhe ilustruese, shumica e fotove që dinin ishin me grumbullin e letrave. Si një motiv. Po, dhe ishte një numër, do me thënë ishin një foto pa numër të atyre letrave dhe Margaret, dhe ishin dhe diku kaq, ne e sollëm dhe për shikuesit foton. Dhe siç mund ta shikoni dhe ju, ishte goxha një grumbull shumë i madh, imagjino çfarë pune është dashur për gjithë ato letra sa janë shkruar atje. Historia e Margaret Hamilton është më shumë se sa një histori teknologjike, është histori vizioni, këmbëngulje dhe inovacioni. Ajo na tregoi se software nuk është thjesht një kod, por një element që mund të ndryshojë historitë njerëzore. Dhe sot, çdo herë që përdorim telefonin, internetin apo sistemet e navigimit dhe inteligjencën artificiale, jetojmë në një botë që është ndërtuar mbi themelet që njerëz si Margaret Hamilton ndihmuan të krijohen. Ajo mbretet frymëzim për brezat e rinj, veçanërisht për vajzat e gratë që duan që të ndjekin një karrierë të tyre në shkencë, në teknologji dhe në inxhinieri. Po, sepse për vajzat dhe për gratë ka qenë pak më e vështirë fusha e teknologjisë, pothuajse si çdo fushë tjetër në atë kohë. Por më vjen mirë që ka pasur gra që kanë marrë guximin për ta bërë diçka, dhe pse ndoshta shoqëria mund t'u ketë thënë që jo, ose kjo punë nuk është për ju. Dhe gjithashtu më vjen mirë nga ana tjetër që në ditët e sotme është bërë ndryshimi dhe kjo diferencë nuk ka më një hendek aq të madh sa që ishte në atë kohë. Në atë kohë ishte gati e pamundur që të ishe një grua dhe të merrje pjesë në këto fusha të jetës. Prandaj edhe shembuj që ne marrim janë rrallë herë shembuj të grave dhe shumë më shpesh shembuj të burrave, për shkak se vërtet ka qenë shumë i vogël numri i grave që janë lejuar që të çajnë në atë fushë. Dhe është momenti të kalojmë te kuriozitetet teknologjike. Tek një nga rubrikat më humoristike dhe më gazmore të teknologjisë. Dhe pikërisht për ju sot do të sillim fun facts për kriptomonedhat, që ne edhe kemi trajtuar historinë e tyre. Sot është momenti që të sillim disa fakte pak më interesante.
Bitcoin dhe pica më e shtrenjtë në histori. Bitcoin u përdor për herë të parë si monedhë reale në vitin 2010, kur një programues bleu 2 pica për 10.000 Bitcoin. Ky moment njihet si Bitcoin Pizza Day. Në atë kohë vlera ishte shumë e ulët, por sot ato Bitcoin do të vlenin $100 miliona. Një shembull perfekt i rritjes ekstreme të kriptomonedhave. Për 2 pica. Për 2 pica. E imagjinon ato 2 pica çfarë vlere do të kishin nëse nuk do ishin ngrënë dhe nuk do ishin. Imagjino çfarë vlere do të kishin jo sot, po të kalonin dhe disa vite të tjera. Po. Krijuesi i Bitcoin njihet me pseudonimin Satoshi Nakamoto, por askush nuk e di se kush është ai realisht. Mund të jetë një person i vetëm ose edhe një grup, një bandë sekrete Bitcoinësh. Ai u zhdu nga interneti rreth vitit 2011, duke lënë pas një teknologji që e ndryshoi tërësisht ekonominë globale të sotme. Imagjino mos jetë dhe njëri fare. Por të jetë, ku diun, diçka e krijuar, por thjesht ka marrë emrin e një person. Duhet kërkuar ky personi në fakt. Është pak më e herët si periudhë, kështu që nuk ishin kaq. Ka shumë mira kriptomonedha, por pak janë të forta. Sot ekzistojnë mbi 20.000 kriptomonedha, por shumica nuk ka përdorim real ose zhduken shpejt. Vetëm disa si Bitcoin dhe Ethereum që dominojnë tregun, duke treguar se industria është ende në një fazë eksperimentale dhe shumë dinamike, dhe ne kemi vënë re që dhe kursi kriptomonedhave shpesh ulet, ngrihet, domethënë nuk është diçka stabile që ndrueshme. Unë mbaj mend edhe para disa vitesh që edhe presidenti Donald Trump nxori kriptomonedhën e tij me emrin dhe me fytyrën e tij, që nuk është se pati shumë buj. Po, në fillim ishte një sasi e limituar dhe në fillim ishin të gjithë gjysma ishin duke luftuar për ta bler, dhe gjysma tjetër ishin pak më skeptik, që mendonin sa do të ketë vërtet ndonjë vlerë të konsiderueshme kjo monedhë. Një tjetër monedhë është Dogecoin, një shaka që u bë $1 miliard, për ta shpjeguar pak për publikun, për brezin, për brezin që nuk e ka arritur. Doge është një qenush i bërë meme. Është thjesht një foto e një qenushi, pra filloi si një meme në internet me një qen Shiba Inu. Dhe ishte thjesht një shaka për të ironizuar kriptot, por që komuniteti e ktheu në një monedhë reale me kapital të madh të tregut. Madje kështu e mbështetur edhe nga figurat e njohura si Elon Musk. Kështu që dhe shakat kanë vlerë donjë. Humbjet e mëdha nga fjalkalimet e humbura. Një nga aspektet më tash pra të kriptove është se nuk ka reset password, pra për të vendosur passwordin. Ka raste reale ku njerëzit humbin $miliona sepse kishin harruar çelësat privat të walletit. Në blockchain, nëse humb aksesin, parat janë praktikisht të pakthyeshme, pra nëse ti haron atë passwordin, mua do më ndodhte kjo. Unë jam 100% tipi që do ta haroja. Mendoj se do na ndodhte të gjithëve, por nuk e di, ndoshta unë se çështjen e lekëve kam pak kështu, do më duhet ta fiksoj. Megjithëse unë kam harruar dhe kodin e kartës të bankës time, kështu që pritet. Ethereum dhe revolucioni i smart contracts. Ethereum solli një ide revolucionare, smart contracts. Këto janë programe që ekzekutohen automatikisht kur plotësohen kushtet të caktuara pa banka apo pa ndërmjetës. Kjo hapi rrugën për DeFi, NFT dhe aplikacione të tjera të decentralizuara. Konsumimi i madh për energji në miming. Procesi miming për kriptomonedhat si Bitcoin kërkon shumë kompjutera që zgjidhin probleme matematikore komplekse. Kjo konsumon sasi të mëdha të energjisë elektrike, asa në disa vende ka vendosur kufizime ose ndalime për shkak të ndikimit në mjedis. Në një shtet, Bitcoin është kthyer në një monedhë zyrtare. Në El Salvador ishte vendi që u bë i pari në botë që e pranoi Bitcoin si monedhën zyrtare për vitin 2021. Kjo ishte një lëvizje historike që solli shumë debat global për të ardhmen e paras digjitale. NTF dhe arti digital $miliona. NTF pranon fungible tokens, lejojnë pronësi unike të objekteve digjitale si art, muzik apo video. Disa NFT janë shitur për $miliona edhe pse skedari digital mund të kopjohet lehtësisht, vlera është në pronësinë e verifikuar në blockchain.
Volatiliteti ekstrem i tregut kripto. Tregu i kriptomonedhave është tepër i paqëndrueshëm. Çmimet mund të rriten ose të bien ndjeshëm brenda disa orësh për shkak të lajmeve, të rrjeteve sociale ose vendimeve rregullatore. Kjo e bën tregun shumë tërheqës, por edhe shumë të rrezikshëm për investitorët. Po, dhe ne përmendëm që nuk ka një standard ose një. Kur tham kuriozitetin të 2 pizzave për 10.000 Bitcoin, vërtet unë thash që ndoshta disa vite më vonë do të ishte një shumë herë më e madhe, më e paparashikueshme. Por mund të ishte edhe mund të ishte zeruar ose mund të ishte shkuar edhe në minuse. Kështu që nuk i dihet kur ky është problemi i tregut të kriptomonedhave, sepse nuk është as pak i qëndrueshëm dhe ata që merren me kriptomonedha janë gjithkohës para kompjuterit, gjithkohës që në mëngjes duke u siguruar për tregun sa herë fillon, sa herë hapet tregu. Megjithëse ata janë njerëzit që kanë më shumë lekë edhe vetë se personat që blejnë kriptomonedën. Ata që merren me kripto. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Shpresojmë që të jeni kënaqur me ne me rubrika të ndryshme si lajmet e javës, të ftuarit special, histori, personazhe të njohur dhe në fund fare kuriozitetet teknologjike. Shumë faleminderit që ishit këtu me ne dhe në këtë episod të emisionit Zona Tech dhe deri në puntatën e radhës. Mirupafshim.